Jam përgati tani sepse do ikim të porositim tortën për ditëlindjen e Adrolës. Edhe po, ky është vlogu i ditëlindjes të Adrolkës. Ishim dje tek një qendër tregtare që blem disa gjëra, gjithashtu edhe tek supermarketi. Doja u tregoj tani sa është Adrola në gjumë, se pastaj kur të zgjohet e sigur që do dojë t'i hap të gjitha e nejse. Po filloj t'ja u tregoj tani. Po ju bëj një shkëputje të vogël nga vlogu, sepse kam diçka për t'ju treguar, edhe është ky mikroskopi vogël këtu. Për fëmijë që unë e kam marrë për Adrolkën, edhe është nga ky website këtu. Ne kemi disa kohë që e kemi në shtëpi, po doja t'ju tregoj një herë se çfarë përmban kutia dhe si funksionon. Edhe po, ka manualin e përdorimit që të tregon çdo funksion dhe çdo gjë tjetër, si ta vini në përdorim, çfarë përmban e të tjera. Pastaj ka fishën e karikimit, se normal që është me karikim. Pastaj kemi edhe gjën më të bukur, që është mikroskopi në formë kamere, por po u tregoj çfarë përmban tjetër. Kartë memorie, disa lente mikroskopi që janë këtu, edhe kanë gjëra të ndryshme, lule, gjethe, nuk e di gjëra të tilla. Edhe po, të kalojmë tek gjëja më e bukur, që është aparati. Këtu hapet, ka pjesën që shikon. Që thash, ne kemi disa kohë në shtëpi edhe ja kemi njehur të gjitha ngjitësit e të tjera, besoj e kuptoni. Tu përpara është me këtë dinosaur. Ne e kemi marrë në ngjyrë pink, po vinte edhe në ngjyrë blu më duket. Edhe nuk jam e sigurt nëse vinte në ngjyra të tjera. Po këtu lart ka rrotën që afrohet, largohet, rregullohet pamja e të tjera. Këtu ka mbajtësen për ta vendosur tek dora kështu. Këtu ka butonin për të bërë video. Këtu ka butonin për të bërë foto. Pastaj këtu ka dy butonat që çon pas edhe para, edhe këtu ka butonin e ndezjes. Po e ndez pak a shumë që ta shikoni se si është, edhe po e ndezi. Këtu ka dritat, besoj se e shikoni, edhe po u ndez edhe ekrani. Ja ku duket. Ta rregullojmë pak pamjen për tek bashkësia ime. Ja, e afron edhe e largon. Tani unë nuk arrita dalloj aty ku është pamja më e qartë, po besoj që duhet jetë kjo. Adrola këtej po zihet me qenushin, po nëse. Edhe siç ju thash, mund të bëni video, foto edhe të tjera. Kjo ishte dhe ajo çfarë kisha për t'ju treguar, nëse ka ndonjë kod apo nuk e di, do ja lidh këtu. Edhe po, të gjitha linqet e website-it edhe mikroskopi do i gjeni tek përshkrimet. Po ju le të vazhdoni pjesën. Po ju le të vazhdoni të shikoni pjesën tjetër të videos. Tek Jumbo mora këtë që është për zbukurime. Ka këtë mbajtsen edhe këto balonat. Ka 19 balona. Ja. Për tek shtëpia edhe ndoshta edhe për tek kopshti. Nuk e di. Mori Adrola këtë, doja vendos atë ditë, domethënë të hënën ose edhe nesër në shtëpi. Morëm këto qeset e paketimit, sepse kam porositur tek Temu, edhe ato doja u tregoj, por nuk më dilin, ishin 24 copë edhe tek kopshti janë 30 fëmijë, kështu që na duheshin edhe këto. Kishte 6 copë kjo brenda. Gjithashtu edhe dhuratat që kam marrë, do ja u tregoj gjithashtu tek Temu pak më vonë. Mora këto, sepse edhe ato ishin 24 copë, edhe këtu janë 6 copë, kështu që vete fiks. Gjithashtu te Jumbo mora këto pjatat
për tortën që do ju çojmë fëmijëve. I mora që mos të bëjmë pjatat pisa ato te kopshi. Ma mirë te këto. I marrim dhe i hedhim pastaj. Tjetër, morëm edhe numra, morëm 2, po njërin e kemi vendosur tek torta që bëri mami Endrit sot. Nëse do mundem do ja tregoj edhe atë. Atë do e ham nesër në shtëpi, domethënë do festojmë nesër në shtëpi me tortën që do porositim sot, do e çojmë tek kopshti. Ta hanë. Po kaq morëm tek Jumbo. Pastaj shkojmë tek supermarketi. Mora këto biskotat që janë kështu me fytyra për t'ja u futur tek pakoja e dhuratave. Kam marrë disa letra kështu me zbukurime për biskota, mendova që janë të shëndetshme biskota, edhe diçka më e veçantë se nuk kam parë ndonjëherë biskota në këto pakot. Morëm edhe 2 kështu me Smarties. Këto kanë nga 15 copë secila, kështu që të dyja 30 copë. Morëm edhe lëpirë se 30 copë edhe këtu. Kaq ishin këto blerjet. Po morëm tek Jumbo edhe disa zbukurime që ja kemi vendosur tortës që bëri mami Endrit sot. Edhe nuk e di, ndonjë gjë të vogël që për momentin e kam harruar. Këto tani do i fut këto, pa mu erdhur adrola, edhe du të tregoj edhe ato të temut. Shpejt. I mora, i kam këtu. Të parat janë këto, janë kështu me kafsh, edhe më pas formohen, ju vendosen këmbët, duart, edhe qëndrojnë kështu. Janë shumë të lezetshme. Këto, që janë qeset e paketimit, janë me figura dhe këto kështu me kafsh, me gjëra, kanë edhe stikerat me happy birthday për t'i vendosur, për t'i ngjitur sipër. Pastaj janë këto që ju thash për biskotat, në figura kështu, edhe këto për lëpirëset. Ja, këtë lëpirësja këtu. Nëse do ja u tregojmë pastaj kur të bëjmë edhe paketimet. Fut edhe këto aty tani, edhe të ikim. Zora. Tanë Zora, qeroskën. Tolla on fire. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për adrollën, shumurime për ty. Free. Bravo! Mirëmëngjes nga dita tjetër, mos ma vini re që jam qik shu si e shkalafitur, edhe këtej me syt qik të skuqur, sepse mami me motrën nuk vjen do të vit, po nese, do kemi plot ditlindje për të festuar, kështu që, ok. Endriku të porosit tortën, sepse mbrëm nuk e porositëm dot, nga që kishte ikur avazja që mirë të porosit, nuk e di diçka tjetër. Iku gjithashtu të blej të lumbace, sepse kjo që kemi marrë tek Jumbo, që ja u tregova atje, nuk i kishte brenda. Kështu që po, iku të blej edhe të lumbacet. Adrola nuk përzjuar akoma, edhe unë dua që t'ja lej gati, që kur të vi t'i shikoj atë. Bukur. Ja, këto nuk i ka të lumbacet, edhe aty diku e thoshte që nuk janë të lumbacet, po niste. Gabimi jon. Pas 3 orësh, po bëjmë gati, do me thënë mbaruam të lumbacet, edhe unë mbarova me punët, edhe u ftellova pak, tani jemi gati për të festuar. Na fal, vandash. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për adrollën.
Babi, hajde që këtë një kështu. Një dhe tjërse. Pus të pirë se të donë. Vetëm kujdes në se bërë. Kujdes të. Të që në kam tërmuar. Sa? Pus. Ja. Qa? Lodra? Pazi? Kështu I vjen kam bërë të lëpuroshe. Duarë të dhe rikëshu. Shumë? Mirë mëngjes nga dita tjetër, po bëhemi gati të çojmë gjërat e kopshtit e Olës. Diku Endri të çojë njëra ato të mbacet, pastaj të vim të marrim to qeset e tjera. Se jam bër pak. E bukur shumë. Ka vak që u ktheva nga festa te kopshti Adrolës dhe u le disa pamje, po nuk e di sa do mundem të le, sepse jam fëmijë normale dhe nuk mund t'i nxjerr në për vlog, se nxjerr fëmijën tim nuk do të thënë që do nxjerr edhe fëmijët e tjerë, kështu që më shkroi Endri tani më tha që ka ardhur mesaj nga posta, edhe më duhet I kita marrë se ai do vanohet. Kështu që po, më mirë të kështu do iki, po përtoj t'i zgjidh tani. Duhet iki të marr pakon, pastaj të vi prap në shtëpi, ta le të ri pak e t'i iki të marr prap Adrolën te kopshti. E treta ajo që shkoj te kopshti sot. Nice, I ka të marr pakon. Hapa derën tani do ikja. Edhe do ikja me shapka. Po këto gjëra nuk kapen në kamerë. Do ishte bukur të kapeshin, do ishin gallat, po nuk kapen gjithmonë. Jam shkalafitur qik, po ka që do iki kështu. Tani është diku mbas dite, jam munduar ta hap vlogun që në mëngjes, por nuk munda sepse erdha këtej që të gjeja furrën për të vendosur të thonjtë dhe t'ja u tregoja edhe në video. Nuk e gjeta. Do me thënë, gjeta furrën, këtë, por nuk gjej prizën. U futa për të kërkuar prizën. Kërko andej, kërko këtej, nuk po e gjeja dot, edhe ç'a bëra pastaj? Holla të gjithë rrobat e Adrolës, brita ato të verës, edhe bëra ndrimin e dollapit të Adrolës. Do me thënë, nga kjo kalova andej. Pastaj mbarova me ato, bëra dollapin e Endrit, I ndrova dhati. Tani ka ngelur vetëm dollapi im që do bëj një ditë tjetër se jam e vdekur. Endri ku tani çoi një copë që e morëm dje, po ndje nuk po filmoja. E blem, muhabeti gjatë, shkojm te Xhambo, të kërkonim kështu veshje se duan për një qeshorin t'i veshin fëmijët me personazh. Edhe ne zgjodhëm Kusturkuqen. Do me thënë, shkojm te Xhambo, nuk kishte, shkojm te Waikiki, mos kishte ndonjë veshje tjetër, edhe aty nuk kishte. Pastaj shkojm tek Buzi, edhe aty nuk kishte. Na shkoi mendja për ta qepur, shkuam tek një rrobaçepse, na tha që s'kam copën kështu se duhet saten. Shkuam në një dyqan tjetër, e blem copën, shkuam prap tek kjo rrobaçepsja. E kishte mbyllur. Shkuam tek një rrobaçepse tjetër, kishte punë. Sot e mori Endri copën me vete që t'ja çonte kësaj rrobaçepses që e kishte mbyllur në mëngjes. Nuk ishte. Shkoj kur u kthye nga puna, prap nuk ishte. Tani shkoj prap edhe ishte hapur, kështu që do bëj ajo. Po më përpara shkoj te një rrobaçepse që kemi këtu poshtë shtëpisë, edhe donte 14.000 lekë për të qepur një pelerinë. Edhe 6.000 lekë që blevëm copën, 21.000 lekë për çfarë? Për një copë pelerinë. Nëse shkoj tani te kjo rrobaçepse që ishte mbyllur dje, edhe donte vetëm 5.000 lekë. Ishte një grua shumë e mirë. Edhe po, më çoi Endri mesazh edhe në 7:30 ajo pelerina do jetë gati. Kështu që kur ta sjell në shtëpi, unë duhet ta laj, ta thaj sepse kishte një dy njolla të vogla ajo
copa edhe ne nuk e kishim parë, kështu që duhet ta thaj, ta thaj. Edhe duam që të shkojmë pak në Vlorë sepse kemi për t'i bler adrolës edhe shportën e Kusulkuqes. Kështu që po, ne ka shkuar mendja për waffle edhe duam të shkojmë në Vlorë që t'i ham. Tani të dal pra këtu ku isha te thonjt. Kam gjithë ditën që e kërkoj edhe nuk e gjeta, nuk doli e më ka ngelur këto kështu. Gjithashtu edhe limën nuk po e gjej, vetëm nëse e ka prishur adrola ose është diku në përshpi që unë nuk po e gjej. Nise, u lodha duke folur. Po ke pse u thik kjo dreq? Kam ca që po filmoj dhe nuk kam lezur dritë. Çova adrolën te kopshti edhe nuk e keni idenë sa bukur që dukej. Ajo pelerina kishte dalë yll e bukur. I vesha dhe një fund kështu si të kuq, si vishnje, me kuadrata, po shumë i bukur edhe ai. Ngjasonte me veshjen e Kusulkuqes, i vesha dhe një bluzë të bardhë, e shportën me çokolata që morëm dje. Dukej fiksi një Kusulkuqe e bukur e vogël. Edhe te kopshti e pëlqyen shumë, edhe rrugës të gjithë thonin sa bukur, edhe po jam shumë e lumtur për këtë. Unë ula pak, po kam 1000 punë për të bërë, se keni idenë se si e kam shtëpinë sot. Lëmsh i madh. Do ri edhe 5 minuta edhe do të çohem pastaj të pastroj dhe të gjitha rrëmujrat. Do iki të marr adrolën. U mora deri tani me punët, prandaj nuk ju kam treguar asnjë gjë, sepse ju kam thënë që kur bëj punët nuk dua të filmoj sepse merr telefonin, vendosa ndej, kap një gjë këtej, me ikën ai vrulli për të bërë punët, sepse dua që kur e kap një gjë ta vazhdoj të gjithën e t'i nxjerr fundin. Prandaj nuk ju kam treguar, po tani do iki të marr Kusulkuqen. Ishim te festa që bëhej për 1 qershorin nga kopshti i Olës edhe gjitha kopshtet e qytetit të Fierit, besoj këto shtetërore. Si fillim të zgjidhto flokët. Se gjithmonë kur i kap kështu, më vjen koka pastaj. Edhe po thoja që dolëm, thash sot do mbyll këtë vlogun, edhe me që do bëja mbyllje, thash po fut edhe këtë pjesë se ça bëra kështu. Edhe po thoja që me që do bëja mbyllje sot, thash po fut edhe këtë pjesën që filmova tani, edhe të mbyll vlogun. E di që edhe këtë vlogun e kam bërë pak lëmsh, si gjithë vlogjet e mia normal, po të ishin të rregullt nuk do isha unë, kështu që po. Tani thjesht do iki të laj këtë. Po kjo çfarë trishin ka që fiket kështu. Edhe po thoya që do iki të laj fytyrën e të bëj këto adetet, pas do editoj këtë vlog. U fik prap. Ç'a ka kjo? Do editoj të vlogun. U fik. Nëse po ju le këtu, shpresoj që ky vlog t'ju ketë pëlqyer, ashtu si u them gjithmonë mos harroni të bëni një like, një koment, një share, një subscribe. Edhe ne bashkë do të qemi si gjithmonë në videon e radhës. Ju puth dhe ju përqafoj të gjithë. Tash qemi në videon tjetër. Bye.